Fitoren e parë që thamë në Parlamentin Evropian, kam knaqësinë t'i jap fjalën një vajze që është aktiviste mjedisore dhe kam ndjekur këtë çështje këmba këmbës prej fillimit. Faleminderit për fjalën. Dua të them që ky revolucion, kjo lëvizje, ky shpërthim emocionesh, ngjyrash, është historik jo vetëm nga përmasa që ka marrë, jo vetëm nga fakti që çdo ditë ky bulevard është i mbushur me njerëz, por dhe nga serioziteti me cilën po i trajton të gjitha kërkesat që janë parashtruar. Për sa i përket kësaj fitoreje të parë, të madhe dhe internacionale, sot Parlamenti Evropian ka miratuar amendamentin 17 që kërkon një moratorium të menjëhershëm për ligjin e zonave të mbrojtura në Shqipëri. Ky moratorium kërkon që qeveria shqiptare të pezulloj të gjitha lejet e ndërtimeve që andan në zonat e mbrojtura të Shqipërisë, në Zvërnec, në Rjoll, lejet e tjera që janë dhënë në Darzez, për gjatë gjithë tregtetit të Shqipërisë, në malet e Shqipërisë, dhe në gjithë natyrën shqiptare që vazhdimisht po cënohet nga projekte të mëdha që në fokus kanë kapitalin. Kjo lëvizje, kjo prezencë jona këtu, ky presion i vazhdueshëm ndaj qeverisë shqiptare, por edhe ndaj institucioneve europiane ka qenë arsyeja e këtij kalimi të amendamentit sot. Por kjo nuk do të thotë absolutisht që ne duhet rreshtim, duhet i paksojmë ato mundimet tona të përditshme, por në të kundërtën ne duhet i shtojmë. Duhet të vazhdojmë të vimë këtu në shesh çdo ditë, duhet të vazhdojmë të flasim me njëri tjetrin për shpresën, duhet të vazhdojmë të flasim me njëri tjetrin për mënyrën se si do bashkëjetojmë me njëri tjetrin gjatë këtij revolucioni dhe pas këtij revolucioni. Të tjera, kjo protest ka lindur nga dashuria. Ka lindur nga dashuria për natyrën, ka lindur nga dashuria për vendin tonë. Dhe çdo ditë ne këtu kemi folur dhe vazhdojmë të flasim për detin, për rërën, për lagunat, për malet, për lumenjt, për çdo gjë të gjallë. Dhe po e shohim Shqipërinë jo vetëm si një vend njerëzor dhe politik, po një vend plot me jetë që vazhdimisht jep jetë dhe na inspiron. Duhet mendojmë edhe për fjalën marrëdhënie me njëri tjetrin. Fjala marrëdhënie është një nga të vetmet në gjitha gjuhët e botës në Shqipëri që është e përbërë nga dy fjalë të tjera. Marrje dhe dhënie. Dhe me njëri tjetrin këtu në shesh, jashtë sheshit dhe në vazhdim duhet punojmë me këto marrëdhënie dhe në marrëdhëniet me natyrën. Natyrës vazhdimisht janë marrë këto dekada që kanë kaluar dhe ka ardhur momenti që t'i themi stop këtyre marrjeve të vazhdueshme dhe të mendojmë se si ne mund të ndërtojmë marrëdhënie më të mira me natyrën në Shqipëri. Shumë faleminderit.
për shkak të marshimit janë proceduar penalisht 16 qytetarë. Unë e di se në fakt ato procedime janë medalje për secilin qytetar. Edhe procedimet penale të atyre jo vetëm që nuk na pengon, po na frymëzojnë. Në fakt, ne jemi këtu që të nxjerrim fytyrën e vërtet të këtij piktorit, diktatori vogël. Nuk duhet të harrojmë diçka, se ky piktor i madh është thjesht një diktator i vogël. Jo për ju, po identifikohem jo për ju, por për patronazhistët, quhem Ramis Zula, 71 vjeç, inxhinier ndërtimit në Korvi. Këtë demonstrat, këtë protest e filloi Zvërneci, Ramës, Zydimeci. Diktatori Rama thot, nuk ka projekt, nuk ka lejë ndërtimi, nuk ka preventiv. Unë si inxhinier, nuk taj më anullo projektin, anullo vjedhjen. Unë të pas, se ti thot, të jam 4 miliard dolar që të kishin. Unë të punu dhe në pozicion që kam punu investimet huja bankersit. Ka 25 vjetë vetëm me humje dhe ka 110 milion euro që këta dun t'ja falin prap. Pra, qa ka përfitu? Asë që? Përshi? Po, Edi Rama je menageri më i kesh i të buqetit shtetit. 260 milion euro i ke për vitin 2025. Unë të shi si përfajsues i pensionistëve, që është hajtut është. Kur vjetë pensionistët nga jo mundë zërën Matjan, ne i qujnë bratës. Jarën bratës. Unë u bëjtire, pensionistët 450.000, në dalin të kështesin të protest se ma kesh të këmë të bo ashtë i herë të sa janë. Sot! Pra, unë jam nga ato pensionistë që punoj dhe deri sot kam pagu sigurime shoqërore për bone pensionit 2 milion lek të cilët po i vjetë dhe çdo fund muj edhe po vdiqa të vjetë edhe 31.000 lek. Po. Edi Rama, ti e gjenë gjithë që shkushujnë këti popli. Unë i boj thirrje një miku tim, profesor Lush Sustaj, që të mqej një doktor veterinar, që t'i hundin një daci që kritikin ma para, që do me api qaku të esu. Rofshi ju, rofsh Shqipëria, rofsh Rinia, pari një nuk ka.